Një debat i ashpër dhe me tone të larta është zhvilluar në emisionin Pressing në televizionin të shtatë mes profesorit të filozofisë dhe opinionistit të njohur Blerim Latifi dhe aktivistit Arron Gjinovci. Tema që ndezi përplasje mes dy figurave publike ishte gjuha që është folur në kuvendin historik të Lezhës, i mbajtur në vitin e largët 1444 nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe princerit shqiptar të kohës. Gjithçka nisi kur Gjinovci deklaroi me bindje se në kuvendin e Lezhës nuk është folur shqip, duke shtuar se elitat shqiptare të kohës komunikonin kryesisht në latinisht apo italisht dhe jo në gjuhën shqipe. Në kuvend të Lezhës nuk është folur shqip. Kanë folur latinisht, ndoshta edhe italisht apo serbisht, por jo shqip. Gjuha shqipe s'ka qenë gjuhë alternative as politike në atë kohë, tha Gjinovci duke sfiduar një narrativ të njohur historike në publikun shqiptar. Kjo deklarat nxiti reagimin e menjëhershëm dhe të ashpër nga Blerim Latifi, i cili e quajti këtë qëndrim të papranueshëm dhe sipas tij në harmoni me narrativat historike që i atribuohen propagandës serbe. Ky është argumenti i Serbisë. Me thënë që në kuvendin e Lezhës nuk është folur shqip dhe të pranosh logjikën e atyre që kanë mohuar ekzistencën e një identiteti të errëshëm shqiptar, është e pakuptueshme që një shqiptar në vitin 2025 të flasë kështu, reagoi Latifi. Përplasja vazhdoi me tone gjithnjë më të larta. Çish kanë folë në kuvendin e Lezhës, pyeti Latifi me ironi, ndërsa Gjinovci u përgjigj. A ke qenë ti aty? A ka pas përkthyes? Po rrimore mos fol pa lidhje. Në këtë pikë Latifi ngriti zërin duke thënë, kanë folë shqip. Çka shkaktoi një tjetër replikë të ashpër nga Gjinovci. Kanë folë latinisht, kanë folë sapnisht. Ti mendon që Skënderbeu ka ditë shqipa? Latifi, acaruar nga deklaratat e Gjinovcit, kërkoi më shumë edukat në diskutimin publik, duke i thënë aktivistit, e para e punës bë më e edukuar, por Gjinovci nuk u tërhoq. Me mos dije jam totalisht i pa edukat, u përbëj ai me ironi, duke vazhduar të akuzoj Latifin se për 2 muaj rresht ka folur pa lidhje. Latifi insistoi se mohimi i gjuhës shqipe në kuvendin e Lezhës është i papranueshëm. Ti nuk e përcakton kush din e kush nuk din. Unë kam identitet dhe identiteti im është i lidhur me gjuhën time dhe me trashëgiminë historike. Në kuvend të Lezhës është folur shqip sepse ishte kuvendi i princerëve shqiptar. Përplasja midis dy personazheve nxori në pa jo vetëm dallime të mëdha në shëndrime, por edhe tensione që mbizotërojnë rreth interpretimit të historisë shqiptare. Debati i tyre u bë viral në rrjetet sociale, ku qytetarët shprehen mendime të ndara, disa duke mbështetur qasjen kritike dhe skeptike të Gjinovcit, të tjerë duke u rreshtuar me shëndrimin emocional dhe identitar të Latifit. Historianët të Shqipërisë dhe Kosovë kanë pasur shëndrime të ndryshme në lidhje me gjuhën që është përdorur në kuvendin e Lezhës. Shumica mendojnë se ndonse latinishte ishte një gjuhë zyrtare e dokumenteve dhe komunikimit ndërkombëtar të kohës, nuk përjashtohet që brenda rrethit të princerëve shqiptar të jetë folur edhe shqip. Kjo mbështetje nga burime të ndryshme që dokumentojnë përdorimin e gjuhës shqipe në forma të ndryshme që në shekullin e 15. Kuvendi i Lezhës shënon një moment kyç në historinë shqiptare, pasi aty u themelua një aleancë mes princerëve shqiptar kundër perandorisë osmane, me Skënderbeun në krye. Kjo ngjarje përfaqëson një nga simbolet më të rëndësishme të unitetit kombëtar dhe është përdorur ndër dekada për të ndërtuar ndjenjën e përkatësisë dhe identitetit kombëtar shqiptar. Përfundimi i debatit në studio nuk solli pajtim mes palëve, por ngjall një debat më të gjerë në opinionin publik mbi qasjen e historisë, gjuhës dhe identitetit kombëtar, ndërsa Gjinovci kërkoi një rishikim kritik të narrativës historike. Latifi insistoi se ka vija të kuqe që nuk duhet kaluar, veçanërisht kur preket identitetit e trashëgimia shqiptare.